dini që vetëm para pak çaste shpallën finalistën e 4 dhe 2 të mbeturit Ylli dhe Andrea do të përjetojnë tani një sfidë kokë më kokë. Ai i cili e përjeton me sukses duke u shpallë kështu fitues i sfidës, shpallet edhe finalisti i 5. Ai që humbet sonte do të jetë i eliminuari tjetër i mbrëmjes. Më lejeni t'ju marrë nga një parashikim, një sfidë force, teknike dhe shpejtësie ndërmjet Yllit dhe Andreas. Kë parashikojmë me fat për ta fituar, le të themi. Castro. Vështirë është, megjithatë është një luftë i betej kokë më kokë, më falni se kjo e çmendura duke pirë duhan aty jashtë më këputi molli ca lëngje nëpër xhaketa. Duke pirë duhan jo dha lëngje. Duke pirë duhan jo dha lëngje. Duhan më hodhi lëngje. Po duke pirë lëngje to dha lëngje, jo duke pirë duhan to dha lëngje. Po pra në atmosferë duar pirse më hodhi lëngje edhe më ran. Kur ndodhi kjo në gjatë publicitetit? Aty te kuintat mbrapa, po. Po glina po pia, sikur çapo pia. Duke ngrënë sallat. Po grinim sallat edhe nuk di çfarë them nga mendoj në subjektivisht në të gjithë punën, impenjimin, dashamirësinë, dëshirën dhe forcën e madhe që do t'japin këtë sfidë sikur ta kishte të fundit në jetë, mendoj që fiton Andrea. Okej. Por janë të dy të fortë në fakt për sa i përket sfidave, e kanë treguar këtë gjatë gjithë këtij rrugtimi plot me sfida. Ka qenë shpesh herë fitues Ylli, po shumë herë ka treguar edhe motivacionin e ka më të madh Andrea. Motivacionin deri tani. Ylli u kam përshtypjen që është ende i habitur me veten e vet se si gjendet deri sot. Qartë. Zhak, këtu jam dakord me Castro, në fakt, çuditërisht që edhe ndodhë. Po, edhe ndodhë. Ylli, sinqerisht, besoj se ka arritur goxha. Nuk mendoj që Ylli do tani varet dhe nga sfida, se çdo që ndodh edhe më fal, do duhet shkurtimisht për sa kohë që është sfida gati. Nëse jam dakord me Castro. Jam dakord me Castro. Je dakord me Castro, me parafolsin. Po. Atëherë, shkojmë shpejt tek arena e jashtme, ju lutem. I japim drejtimin. Okej, tek arena e jashtme kam 4 finalistët zyrtar të këtij edicioni të dytë të Ferma VIP të pozicionuar. Dhe presin për një vend që duket që është i lirë, finalistin e 5. I cili në fakt do të përcaktohet sipas kësaj sfide. Ju arrini ta shihni sfidën apo jo? Po, Lona. Po. Okej, do shikojmë bashkë sfidën dhe më pas ai që fiton gjitet në pod tek ju, ndërkohë që për tjetrin ky është fundi i këtij rrugtimi. Çunat Albano, ai kam gati, Ylli dhe Andrea. Po, i ke gati Luana, t'ja shpjegoj sfidën shpejt e shpejt. Po. Sepse është goxha e gjatë dhe komplikuar. Atëherë, do fillojnë të dy këtu, duhet të kapërcejnë mbi këto trarët, të zbesin nga krau tjetër. Do marrin sëpatat, do çajnë këto brenda, do gjejnë nga i varet të madhe. Do të zvariten barkazi poshtë këtyre telave dhe me çekiçin e madh me varen do shëmbin murin mjaftueshëm sa për të kaluar. Mbasi shëmbin murin, marrin sharrat, sharrojnë mjaftueshëm sa për të kaluar. Mbasi sharrojnë drasat mjaftueshëm sa për të kaluar, hypin në kasht, kapen të këto hekurat lartë dhe nuk duhet të bien tokë derisa të prekin hekurin e fundit. Pastaj vinë këtej dhe futen këtu përsëri barkazit, dalin deri tek këto kovat këtu. Brenda kovave ka gur. Me këto gur do qëllojnë ato vazot me lëngje blu dhe të kuqe. Në rastin konkret Andrea do qëlloj blut dhe Ylli të kuqet. I pari që thyen 5 enët me ujë me ngjyrë është fituesi i sfidës. Qartë? Shumë qartë, sfida duket shumë e vështirë. Ju uroj suksese të dy çunave. Me këmbë të mbarë. Gati çuna. Dhe në fakt duhet ishte sfidë e tillë për sa kohë që përcakton finalistin dhe të eliminuarin e kësaj mbrëmje. Ndaj me shumë suksese çuna Albano, kurdo që ti bie gongut, ne jemi gati për ju. Jeni gati. 3, 2, 1, go.
Andrea mos e kalo kastën. Superuar me sukses këtë sfidë, urime Andrea! Ylli më vjen keq. Fol me Luan. Kjo është loja, Luana. Të lutem mikrofon afroje afër, edhe pse unë të pres në studio për të gjitha ato që kemi për të folur, kështu që e di që tani e pa frym, da i merr kohën tënde dhe nisu tek unë. Kom frym për krejt ata që më presin aty. Eja se të presim me shumë dëshirë, për qafoj me të tjerët. Me padurim e di që më pret Federiku me shumë qef dhe krajtësi. I zbulojmë këtu Ylli, të lutem përshëndetu me të tjerët dhe nisu drejt meje. O, faleminderit shumë. Urime. Hajde, suksese për më. Hajde, shime për 5 ditë. Mos hajra, ha? Ju dua gjithë dhe pavarësisht lojë. Rina hasi, do ju. Ciao. Adio. Në kom Arond, në kom ata. Që tha? Ngo mi randi. Andrea, Hajde. urime. Sa më shumë suksese jashtë. Faleminderit Andrea shumë. Suksese Andrea! gjithë dhe fitof ma i mire. Më prit mua Andrea, Aty, dëgjoj Luan. të lutem të çoni. Andrea, na mikrofonin. Ylli, 1 sekond të lutem. 1 sekond, këtu. Jo, Albano të lutem, mund të përshëndetësh Yllin? Po. Andrea, Po, Luana. është momenti që bashk të shkojmë tek podi. Faleminderit. Zyrtarisht je finalisti i test. Dhe unë do të shkohesh me të tjerët, sepse me zi po pres për atë momentin e rëndësishëm. Zonja dhe zotri, Big Mama, Erandi, Big Basta, Andueli dhe Andrea janë 5 finalistët e Femra VIP 2. Urime! Për të përjetuar me të pesë ju emocionet e finales së madhe me datë 20. Dhe ashtu si që jeni, qëndroni të vendosur ju lutem, qëndroni të vendosur se nuk kam mbaruar gjithçka. Në fakt besoj sa po ka filluar gjithçka për ju. Sepse në këtë moment, unë për herë të fundit, hap zyrtarisht televotimin. Votoni për fituesin tuaj. Tani mund të përqafojni dhe të zbrisni për
për të drejtuar tek skena. Ku ju pret Mateus Froku për ta celebruar bashkë këtë moment final. Ndërkohë që ata shkojnë tek skena, mua më ktheni në studio vetëm pak qaste. Më dëgjuat apo jo regjia? Më dëgjuat. Bukur, meqense më dëgjuat, ky është televotimi i fundit që un hap. Dhe kur themi fundit, i tillë do të përcaktoj gjithçka. Ndaj, ju keni mundësi të votoni për fituesin e zemrës tuaj. Nga ky moment, televotimi është i hapur në 5115, po ashtu nga i gjithë bota. Mund të votoni në fermavip.visionplus.tv. Mos nguroni të votoni, sepse gjithçka është në dorën tuaj. Është ky votim që do të përcaktoj gjithçka në finale me datë 20, ku do të takohemi sërish bashkë. Për herë të fundit, nuk e kuptova si ikën këto 3 muaj. Nuk e kuptova kur e fillova dhe kur e mbarova. Por, ja, ikën jeta kështu, duke mos e kuptuar njeriu, ndaj mundoni të shihoni çdo çast, sepse gjithçka është e përkohshme, dashur miq. Ata janë gati, shkojmë për ta festuar këtë moment me një super kolazh nga Mateusi. Mateus! Përshëndetje, shumë Mirëmbrëma! Një atmosferë fantastike, jam shumë i gëzuar që jam në këtë moment kaq kulminant të këtij spektakli të bukur. Edhe ne jemi të lumtur që të kemi. Edhe shumë faleminderit, shpresoj që të bëjmë një atmosferë të bukur bashkë me finalistët. Mezi po presim. Skena për ty, Mateus. Faleminderit shumë. Se kur të shoh ty, syni më qesh, të kam dashur do të du sa të kem jesh.